Veçantë mallëngjimi e përkujtimit, por edhe nxitje e krenarisë së ligjshme e të shtytës për qëndresë shumë të fortë. Para së gjithash, në kujtesën tonë janë shumë bëma, guximi e akte trimërie për pushtim e sakrificë për jetë në liri e shtetë të pavarur me vlerat e demokracisë perëndimore. Pra, kjo vepër herojsh, flijimi shumë të tjerëve dhe arritjet e çdoditshme në udhën tonë na bëjnë të vendosur për mirëqenie, demokratizim dhe standarde drejt të qenit antar të institucioneve europiane dhe euroatlantike. Familjar të dëshmorëve e të martirëve, familje Pajaziti, Zejnullahu, Hoxha dhe Konushevci. Ky 5 maj, dita e përkujtimit të dëshmorëve dhe të terrenëve për Kosovën, po mallashtohet me memorialin baza e parë e UÇK-s dhe shtatorët për 4 herojt që po inaugurojmë me kaq pietet këtu në Lladovcë. Ky monument dhe kjo ceremoni shënojnë përgjegjësinë e shtetit dhe zyrtarëve të lartë pars të përgjegjësive institucionale ndaj shëmbëltyrës sublime për liri dhe atë dhe dashuri deri në flejem të këtyre burdhave. Ky monument merr edhe dimensionet e faktimit të historisë dhe mësimit të leksionit nga gjeneratat e brezat që vinë. Secili nga herojt veç e veç bën dhe kanë veprën personale në gjerdanin e përbashkët të lirisë së atë dheut. Herojt, dëshmorët dhe martirët e të gjitha kohërve janë dëshmia dhe zotimi për të duhurën dhe të vullnetshmën, e liria është aura dritë plot e veprës së tyre siprore. Qytetar e miq, zonja dhe zotri, pjesa më e madhe e testamentit të herojve, dëshmorëve dhe të rënëve tashmë ka marrë jetë me çlirimin e vendit në vitin 1999, ndërsa si proces do të kulmoj me rideklarimin e pavarësisë dhe njohjen e shtetit sovran e të pavarur Republikën e Kosovës në 17 shkurtin e vitit 2008. Vendi ynë tashmë ka hyrë në rrugën e pakthyeshme të integrimeve evropiane dhe antarësimit në strukturat euroatlantike. Kjo rrugë me vete bardh obligime e zotime, por me punën tonë dhe me përkrahjen e miqve tonë të arrijmë t'ia dalim me sukses.